Drama jashtë shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 4 nuk po mungon, teksa vëmendja e publikut është përqendruar te marrëdhëniet dhe afrimitetet që po krijohen brenda lojës. Së fundmi ka reaguar edhe Michele Veronesi, ishe dashura e banorit Klodiani, duke ngjallur diskutime të reja në rrjetet sociale. Michele ka publikuar një video në TikTok ku shihet duke bërë dolli, ndërsa në mbishkrimin ka shkruar: "Po ngre dolli që nuk kam pse të shqetësohem për atë që bëni i shihim, sepse është në Big Brother duke u filmuar 24/7 dhe më etiketojnë vetëm në montazhet ku e shoqërojnë me një djalë." Reagimi i saj duket qartë se lidhet me afërsinë e shumë komentuar që Klodiani ka krijuar brenda shtëpisë me banorin tjetër, lëndrimin. Të dy janë parë shpesh duke bashkëvepruar me një kimi të dukshme, duke u përqafuar, duke ndarë momente të ngrohta dhe gjeste të afërta që kanë ngjallur kuriozitetin e publikut. Fansat në rrjetet sociale tashmë po spekulojnë mbi natyrën e këtij raporti, ndërsa videoja e Michele është komentuar gjerësisht si një reagim i qartë ndaj situatës.